Mi mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin Arom Shkodra. Unë do doja fillimisht që në hyrje të emisionit të uroja gëzuar 7 marsin të gjithë arsimtarve kudo që ata kryejnë misionin e tyre të shenjtë. Dhe në nderim të kësaj dite, ndryshe nga transmetime që kemi realizuar vit pas viti, ku i kemi dhënë një vëmendje të veçantë arsimtarve, sidomos në qytetin e Shkodrës, kësaj radhe ne do të zhvendosemi nga qyteti për të shkuar pikërisht te ata arsimtar që japin mësim në kushte të vështira. Nuk është fjala vetëm për ambientet e shkollës në të cilën ata vijojnë të japin mësim, por edhe rruga e gjatë për të shkuar deri atje. Në fakt nuk bëhet fjalë vetëm për plejadën e sotme të arsimtarve, por për vite e vite të tëra, dekade të tëra që kanë shërbyer kryesisht në zonën e Dukagjinit. Ne kemi shfrytzuar një aktivitet që kanë realizuar para pak kohësh dhe kemi grumbulluar një sër dëshmish të tyre, tek të cilat ata rrëfejnë vështirësi tek këtij profesioni, sidomos në zonën e Dukagjinit. Je munduar të sillet dhe pamje që i përkasin në viteve 2009-2010 dhe në vijim në ilustrim të këtyre intervistave. Dhe le të kemi respekt për këtë plejadë arsimtarësh të cilët ushtruan profesionin e tyre jo pak, po për vite të tëra larg familjes në kushte shumë të vështira, ndërkohë që për një masë konsiderueshme të arsimtarëve problemet e transportit të paktën janë zgjidhur, apo mënyra se si japin mësim, kushtet në cilat japin mësim. Por si është dhënë mësim diku në zonën e Dukagjinit? Dhe si jepet sot, sa ka qenë numri i nxënësve dikur dhe sa është sot, cilat shkolla qëndrojnë të hapura dhe cilat janë mbyllur. Le të ndjekim këtë grup intervistash të cilat sillin dëshmi të arsimit ose më saktë arsimtarëve që kanë ushtruar profesionin e tyre në Dukagjin. Më mirë mësues apo ushtarak? Varet. Gjithçka është relative. Nuk mund të është. Do të thënë ti po thanë që të bëhesh ushtarak pa doje mësues, apo jo? Doje mësues pa bën ushtarak. Ne mësues në janë kemi qenë. Pa dishim njerëzit për mbrojtjen e vendit. Por me veçori sepse ne kishim 18 vjeç lart. Ta i kanë 6 vjeç. E kemi shumë sot misioni i mësuesit. Jo se këta, se kanë bërë psikologjia, mirë misionin, po ne për të sensibilizuar ke marrë një detyrë. Në jeta ime ushtarake, për të arritë misionin i mësuesit, në muajin e 89-shit, në konferencën e rinisë të shoqatës, të brigatës, në pushim, më vjen një ushtar, ushtari Marta, komandanti mi thanë, ka mësim le cigare, ishte diçka e pa i mendueshme, duke pasur të tjerë që pinin duha. E vërtet se ky ka një mesazh. Dhe çak më janë edhe. Më thotë, sa do që të mundoni mëna edukue, jo s'mund të arrini qëllimin, po sultën moshën tonë. Para, famazhisht nga karrika që ke, pozicionin që ke, duhet më ullë, her pas here në nivelin aty që ke në vetë. Një konkluzion, çfarë kontributi ka Dukagjini në arsimin jo vetëm në Shkodër, po atë shqiptar, në përgjithësi? Ku qëndron vlera e arsimit në Dukagjin në përgjithësi? Përgjithësi ne s'mund të nxjerrim një parfum të tillë, sepse nuk kemi një studim të mirëfillt, por fakti është që të gjithë këta, si puna e Filipit, ish majoroti i shket dhe këtje, nga ne i kanë arrën këto nivele që njeh Shkodra. Pse? Mësojnë eksperiencën e jetës atje, kushtet e jetës atje. Dhe dikur pozitivisht kuptohet në atë sa pa mundësi. A ka ndryshuar vlerësimi i rolit të mësuesit që i bëhej atëherë në Dukagjin me sot? A ka qenë mësuesi atë i barabartë me Zotin, si thua? Janë dy mendime këtë ndryshe, në kohë të ndryshme, që për mua nuk mund të bëhen krahasime, sepse varet nga marrëdhëniet në provim, ata ishin kolektive dhe ishin ato mendzi kolektive, sot janë private. Shpesh një gjë shprehen u baktisë Dukagjini. Për mua jo. Është një lëvizje e lirë e njerëzve, siç ka ndodhur her pas here në kohë të ndryshme. Po shkojmë histori gjatë,
për shumë pushim asma të Shkodrës, nga 32 katume që kishte Pulati në atë kohë, gjithë përfshirënike martorë, 18 për ty në u larguar. Revizje lirë. Por sot ka diçka tjetër, së ne akuzojmë të tjerë, po vetë, pse më larguar? Akuzojmë arsimin në Dugagjin, po unë si mësues, pse më larguar? Nga kush? Do vi kozeta shkojt bëjmë mësim atje? Sot Zëvaja Shkodër, për shumë i thot një mësues, Jagu i ke 18 orë, i ke mësues në Dugagjin. Nuk shkon njëri. I kish pa këte, për të them që të shikojmë të veqa një herë. Mendësia të tretë e voluntarizmit është ai. Po unë. Dhe këtë qëllim ka, se mund të kesh rrogën e vogël, të tërgjallë. Ikë, mas përno mësues. Ama programove s'ka fajmë në zanë. Ndoshta për mësuesit sot janë as kushet atje, se s'ka spitalin, s'ka drita. Por nuk ka fajnë në zanë. Është i kesh lektori, pas s'ka fajnë në zanë. Ose i kesh shtetë, pas s'ka fajnë në zanë. Dy rruke, ose do punësh të tyre, ose largohu. Dikur mu largohu dhe është pikë pyetje, sot je i mirë. Ne nuk kemi vetëm mësues që kanë shërbyer në Dugagjin, por kemi bijë të Dugagjinit, që kanë bërë shkollën në Dugagjin dhe që kanë vazhduar në drejtime të tjera duke treguar një nivel shumë të lartë, pasi pozicioni i fundit i juaj është drejtues në gjimnazin Sherif Hoxha në Malsinë e Madhe pra jemi në Koplik. Po ja ku kemi modelin që në shkollë është bërë mësim dhe ka funksionuar çdo gjë mirë apo jo? Faktikisht unë jam mirënjohës për trebën e Dugagjinit, jam mirënjohës që në ato kushte mjaft të vështira, jo vetëm për Dugagjinin, por për gjithë Shqipërinë, na është dhënë mundësia që të shkollohen. Të gjitha të tjera, të gjitha vështirësitë harrohen kur arrin që ti të arsimohesh, të marrësh ato si thua kontributet e rëndësishme që të kallon treva jote dhe që të kallon zona jote. Flasim gjithmonë për kushte jashtëzakonisht vështira, të cilat jemi shkolluar. Unë për vete jam shkolluar kam mbaruar shkollën e mesme në gjimnazin Mehmet Shpendi në Bregë të Lumit në Shal dhe kam qenë 4 vjet konviktor, megjithse kushtet kanë qenë, si thash, mjaft vështira, unë kam kujtime të jashtëzakonshme dhe të paharrueshme. Gjithë teleshikuesve, venimi jote është Thefi, por që ke qëndruar në konviktin e Bregut Lumit, pra të gjimnazit. Po, kjo është vërtet. Faktikisht unë familjen e kisha me banim në Brak, por kishte edhe konviktor të tjerë të cilët ishin ka Thethi dhe që vazhdonin shkollën në Breg të Lumit, sepse Thethi kishte shkollë faktikisht mesme, ishte hapur shkolla bujësore, por Bregu i Lumit kishte një standard më të lartë sepse ishte gjimnaz dhe frekuentohej nga themi nxënësit e mirë apo si themi ishte dëshira për të frekuentuar gjimnazin. Po, ke pas shansin të t'japin mësim figura që sot në arsim ose edhe që nuk jetojnë, por që kanë qenë mësuesit e tu. Po, unë mund të veçoj jo vetëm mësuesit Dugagjinës të cilët kanë vlerë të jashtëzakonshme, por këto vite kanë qenë edhe mësues nga Shkodra, ku një nga mësuesit që unë të përmendim është Ardian Marashi, i cili sot përfaqëson Shqipërinë në nivele të larta të albanologjisë dhe mu me ka në francisht faktikisht, por që mbaj kujtime të jashtëzakonshme. Gjithë mësuesit unë i falenderoj. Jam shumë përshtar matura jote dhe pyetja fundit se na interesojnë dhe këto statistika. Sa vite keni qenë në maturë? Kemi qenë 43 nxënës. Vetëm matura. Imagjino tani se sa ka shku numri atje, sa shkolla nuk e di nëse është hapur apo jo. Shkolla në atë periudhë ishte ndarë në shkollë mesme, po të themi e bashkuar, por se kishte 3 degë. Kishte agronomi, zooteknik dhe gjimnaz. Që të thotë ju me 43 keni pas edhe klasë paralele? Po, edhe 2 klasa të tjera. Një ishte agronomi, tjetra ishte zooteknik. Pra ishte një shkollë e cila kishte dikun të rreth 800 nxënës dhe faktikisht fitote nga klasa e parë deri në klasën e 12, sepse ashtu ishte në kushtet, por gjithmonë ishte 3 ose 4 paralele në shkollët e mesme. Kol, ti ke qenë mësues dhe ku ke shërbyer mësues? Kam marrë shkollën e mesme pedagogjike Shenja Zjuka në konviktin Safet Spahiu në vitin 1966. Fillimisht jam me emëruar në zonën e Shoshit, ku qendra e zonës Shoshit ishte në Polej. Vendlinja jote cila ishte? Vendlinja ime në Breg Lumit, Dugagjin. Pra nga Breg Lumi u emërove në Shosh, afër, nuk ishe larg. Jo larg. Edhe mosha të isha e ri, në 19 vjeç,
Dhe emrimi im ishte në Polaj Shoshit në qendër zonës, po isha në Toplan, mësues. Atëherë Toplana kishte cikël tullt dhe kishte me klasa kolektive, me 2 klasa kolektive. Në atë periudhë Toplana kishte rreth 40 nxënës, 50 nxënës. Në cilin vit? Në vitin 1966. Pra, ka pas kaq nxënës. Po, dhe me një gusht 1966 unë kam shkuar në Toplan. Aty ishin, ishin 2 klasa paralele. Sa mësues ishin gjithsej? 2 mësues. 2 mësues dhe kam shërbyer 2 vjet në Toplan. 66, 67. Mban mend fillimet e para? Klasa si ishte, banka si ishin, kushtet, cilat ishin? Mësimi zhvilloi në kishën e Toplan, se atëherë ishte periudha që e revolucionit Rrëzimit kishave, në monizëm e tjera. Po, heqjes kishave dhe xhamive, domethënë e kthimit tyne në institucione arsimore ose kulturore. Dhe zhvilloshim mësimin kish. Kisha Toplan si ishte, domethënë, krita ashtu në haus, si shkur e shtrume me plaka, 50 meter e lartë, dhe zhvilloni mësimin fillimisht në rasa. Kishim marrë dodrun, edhe si stola, dhe zhvilloni mësimin aty. Kishin fletore, mjetet këto? Kishim fletore, ishin kryesisht në atë periudhë, ishin fletore e materiale sovjetike, të periudhës sovjetike. Dhe për 2 vjet kam shërbyer aty. Dhe ajo periudhë për mua ka qenë një periudhë njohje praktike e sistemit arsimit. Dhe pastaj jam transferuar në Kir. Dhe nga Kiri, 1967, në fund vitit 67, kam shku ushtar në Marinë, në Vlorë, në komandën, në shkollën e instruksionit Marinës në Vlorë. Kur kam shërbyer radiotelegrafist për Ministrinë e Mbrojtjes 3 vjet. Bukur. Mbas Marinës ku ke? Mas Marinës jam emëruar në Shosh, përsëri në Shosh, aty ku kisha qenë përpara, por me një ndryshim se atëherë ishte kthyer shkolla nga 7 vjeçare në 8 vjeçare në Polaj. Sa fëmijë kishte për të krijuar një ide, se duam ta krahasojmë me sot? Paka shumë, kishte 6-7 fëmijë. Për cilat vite flasim? 69-70. Mos gabosha. Ishte rreth 60-70 fëmijë shoshi, ndërkohë që sot jo, vetëm Polajt. Vetëm Palajt e shoshi 70. Imagjino fshatet e tjera sa. Nga shkolla fillore, nga cikli ul deri në 8 vjeçare. Dhe aty, me qenë se kishte filluar kolektivizimi, ishin krijuar kooperativat bujqësore në 67-ën, qendra e Këshillit Bashkuar dhe kooperativës ishin krijuar në Rejë Shoshit. Dhe po kështu edhe arsimi, në 70-ën kemi dalë nga Polajt në Rejë Shoshit. U përmirësuan ambientet apo prapë në kish, apo kishit një ambient? Jo, atëherë në Shosh, shkolla e Polajve ishte ndërtuar nga Italia, shkollë e mirë, ishte pasuruar me mjete moderne, kishte laboratore, në atë periudhë kishim... Po thua laboratore që ta krijojnë përshtypje njerëzit sot, për çfarë laboratoresh e ke fjalën? Atëherë, matematik, fizika, sidomos fizika, të gjitha eksperimentet bëheshin me mjete. Me mjete, po. Në Palaj të Shoshit po flasim? Po, kishim, laborator në Palaj. Qarkun elektrik e kishim në për tavolina, lidhjet elektrike. Lexonte dhe ja e praktikonte. Në vitet 70 kjo. Po. Dhe në atë periudhë në Polaj të Shoshit ka pas mësuesa me traditë, domethënë, mësuesa Vërtet Bakalli, Dot Kaçaj, po ka pas shumë. Unë i kam shkruar, kam për në librin 100 vjet arsim në Dukagjen, unë kam pas shumë material. Pastaj nga Shoshi ti ke lëvizur apo aty? Nga Shoshi në Rej, dhe aty në Rej kam shërbyer më në disa vite, dhe kur ka ardhur mjek në qendër zonë, se unë isha me familje, gruaja ishte nimësmjeke, dhe aty ku s'kishte mjek, detyrimisht të shërbente një nimësmjek. Ç'mendim ke për arsimin sot?
arsimi sot ka në krahasim me atë periudhë ka pak rënje, ka pak anarshi në kuptimin e fjalës. Puna edukative nuk zhvillohet, nuk bëhet si atëherë. Puna krahas punë mësimore, në atë periudhë bëhen një punë e madhe edukative në bashkëpunim me prindë, ne delim gjithë mësuesat masdite në për fshat që nxënësit që runin baktin të merrnin libra të ndorë dhe delim në për fshat e shifrin fëmijë në gjenshin me libra ndorë të i studiua në për familje. Ke shërbyer në zonën e Dukagjinit në çfarë vitesh dhe çfarë profili mësuesi ke qenë? Unë ishëm mësues, shërbeva mësues në zonën e Dukagjinit në 67-68. Ishin 2 vjetë të cilët më formun karakterin edhe personalitetin tëm. 2 vjetë që më ndikun me dash ma shumë vendin tëm, me njof ma shumë popullin tëm. Sepse unë kam qenë Bregdlumit, po i kam shetit tana zonat e tana pikat e Dukagjinit, se kishe qef edhe për njohje, edhe unë jam i mendimit që brezi i sotëm, që rritet në për qytetet, në për kafe, në qoftë se do të ketë ras me njoft atë dhëvën e vetë, edhe në skajet më të larta, edhe në malësit tona, do të jetë më energjeshëm. Për mu më ka shërbyer shumë për pasunimin kulturor timin. Kujnimet më të mira për Dukagjinësit, mikpritja atyne edhe trajtimi që edhe mu personalisht, po edhe shokëve tjerë në kanë bërë. Më bën shumë përshtypje se shumë personalitetet të qytetit Shkodrës, që kanë qenë dhe në pozicione drejtuese, e kanë fillesat e tyre gjithë nga Dukagjini. Kemi shumë emrat, njohur, pse është zgjedhur Dukagjini për këta studentë të rinj. Ata nuk e kanë ditë se do të bëhen nesër. Ishte periudha që i shkojshin këta intelektualët atje për me dhënë kontributin. Unë kam shku me qëllim tjetër, mu më kanë qu tjetër, se më hoqen nga sporti, nga edhe shkova që më thonë si... I dënuar. Unë kështu kuptova, për nuk ishte e shkrume. Mirë po kjo nuk nikoj atje të ambientit, të mjedisit, të drejtusat. Do më thonë, më kanë drejtu të mund si djalin e tyne. Unë i falënërej për këtë, gjithmonë, i kujtojmë gjithmonë ata. Si dhe klasave ju ke dhënë mbanë mend ndonjë moment nga nxënësit e tu si kanë qenë, çfarë të bënte përshtypje te këta kushtet në të cilat bënin shkollën? Më bëte përshtypje se unë vi nga fusha të sportit edhe në atë kohë, do më thonë, shifshe. Shkastësia e vajzave ishte një gjë shumë e çuditshme. Ashtu, Shumë e çuditshme. Vini me uniforma atje në Dukagjin apo jo? Jo, nuk ishte koha uniformave, ata bëjnë edhe 2 rrugë me ardhë, për vishin e Prigimajsh, në Bregdlumit, nuk ishte ala shkolla mesme atje, kur ishe unë, ishte shkollë 8 vjeçare, po mësuesat ishin të kualifikuar, njerëz që gjithë që mrapa u bën drejtora, edhe rektor që i që Gjolin Kolombi, edhe drejtore e shkollës, Muhamet Shala, atje. Por xhantat ishin shumë të respektuar, shumë të mirë, të mrekullueshëm. Edukatë e mrekullueshme. Ku qëndroni të Dukagjin? Jam shumë kurioztare, një djalë i ri që ke qenë atje, ku qëndroi në Dukagjin? Të kushtet, kuptohet se nuk janë kushte speciale hoteles, po ne kishim dhomën tonë brenda në shkollë, flenshim 3-4 vetë bashkë. Edhe e kalojshim shumë mirë me rini. Unë jam marrë shumë edhe me peshkimin, me troftën. A ke shku aty në Ishte pasioni i madh i jetës time, trofta. Ajo kaloshe kohë mas mësimit. A ke shku në Bregdlumi pas shumë vitesh, do të thënë këto vitet e fundit, ka qellu të shkosh edhe ke... Kam shku pak, po e ka humat Bregdlumit e ka humat atë qenën administrative që ishte një kohë. Edhe kanë marrë zhvillim, që me thonë thethi e zhvillu ma tepër. Kujtimet më të mira. Mësues i cili profili je? Ciklit ullt. Ti vazhdo në punë, i ri dukesh. Vazhdojnë. Ku je me punë? Në plan. Në plan? Pa. Majt planit. Në Qeresh? Ja, pak në qendër aty. A në qendër? Pa, të ofert. Ti jeton atje, se s'ka mundësi të jetosh në Shkodër të shkosh atje. Ja, të lëvizim. Prej këto, nga qytetit më shatë. Tani ti nuk shkon për ditë në punë, se unë e kam bërë atë rrugë dhe është katastrofë. Shkon për ditë në Fugorin, për shumë me... Shkon e bërë atë rrugë? Ti kalon atë pjesën e rrugës aty për në plan? Pjesën në kam pa. Unë zakonisht që jam pak më largë, rri gjatë javës, aty ditë nga hona
Qëndron aty se mund duket të tmeshë, po prapë edhe një java e rrugës, katastrofë, unë e kam bërë dhe është rruga më e keqe e Duka Kujtoj, kena bërë intervistë në plan. A kena bërë një intervistë? Pa. Sa nxënës ke? Jam shumë kërështar. Krejt pak, unë për një cilë lullë me 3 nxënës. 3 nxënës? Sa mësuesa janë me 3 nxënës? Ne, unë. Vetëm ti? Pa. Ti qa moshe kanë ata 3 nxënës? Kanë nga klasa parë, si mjetë, nga klasa parë deri në të 4. Një vit më parë sa kishte? 2. Ne është regjistruar i ri. Që i kemi gëzu, në ashtu një. Sa ka pas dikur kjo shkollë? Qarë flitet aty? Shkolla ka pas rrëth 15 mësuesa. 15 mësuesa? Po nxënësa? Nxënësa 1120, pa. Periuda që janë largu më shumë cila ka qenë? Mas vitet 90. Po. Ky 5 vjeçari fundit nuk e ka reduktu më shumë apo jo? Ka gradualisht? Tash është normalizu situata si duket. Kush e ka ndarë mendjen të jetojë atje, ka bë atë fëmijë ta ka sjellë te shkolla. Kushtet i ka shkolla? Është shkollë që ndron në këmbë apo Shkolla ku bëm? është kushte minimale. Minimale, ëh? Ambienti i shkollës është, por që është... Po, në kushte minimale, punojnë kushte minimale, kushte ekstremisht tjera. Do me thonë të bëj pyetjen ty, a ke dritë apo ke kompjuter? Kompjuter në shtëpi, më në shtëpi, se në shkollë nuk ka energji elektrike. A s'ka as energji elektrike në shkollë? Ja, më në shtëpi, aty kam shtëpinë që kam banu përpara. Po, aty ke punu gjithmonë ti? Po, një jetë. Deshe vetë apo nuk të solli njeri, se kishe mikun e fort? Nga 86, vazhdojmë punu aty. Po si ka mund si mbet atje ti? Se për shembull dikur i kanë lënë 3 vjet dhe i kanë prur. Aty vazhdo, aty më pëlqen, aty kam... A, të ka pëlqyer vetë? Nuk ka pëlqyer vetë Se aty. ti mikun e kishe, Ja, po... Si mendim ke për arsimin sot? Në shtësit mëdha, kalojmë e mini krizë, ta kontojmë. Për arsye i në lagë, në kanë shkollat më të grupume, i fjes, nuk ekziston mundësia, me kanë shkollat e grupume. Shpërndarja gjeografike është temë masat e madhe. E madhe dhe thua, po u bashkove rrezikon vendin ti pastaj. Nuk mund të shkoj në nxënësit në vegjël, s'më lëviz në nxënësit. Në nxënësit klasën e parë nuk më thosh bëni 5 kilometra me pa infrastrukturë, pa rrugë, pa ura, pa rrezikojnë edhe kafshë të egra se kanë shku në habitatin e vetë ata. Kanë larguar njerëzit e janë Kanë shku shtuar kafshë të kafshët e egra. egra. Kanë shku në habitat vetë. Shoshi dhe pulti sa shkolla kanë? Shoshi dhe pulti ka nën shkollat aty në administrim, që funksionojnë, po me numër të reduktuar nxënësish. Do të thënë, kemi largim të nxënësve sa është Janë, faktikisht, ishte fillimi që shkak kryesor i largimit të nxënësve dhe familje ishte rruga. Kushtet e rrugës ishin, infrastrukturat, që ishte shumë problematike, edhe lëvizja e pa kontrolluar e njerëzve. Faktikisht sot numri i punojësve është i ulët, sepse edhe numri i nxënësve ka rënë atë kushte që do me thanë përshtat me numrin e punojësve që janë. Sa arsimtar ka gjithë kjo pjesë? Faktikisht, pra po flasim për pultin dhe shoshin, për këto dy dy zona. njësitë administrative. Sot janë 80 nxënës në dy njësitë administrative. Barabartë me gjithë moshët të madh. 17 mësuesa në gjitha këto shkollat. Me klasa kolektive. A keni pasur mësueset e profilit, do me thënë? Po, i kena kërshëtu gjitha, marrëveshje me drejtorinë arsimore. Sepse nuk para dëgjojnë, janë banorë që jetojnë aty, Po, janë të jetojnë zonës. aty, janë edhe me pakicë janë, por edhe mësueset i kena të profilit, sikletur profilit, gjuhë letërsisë profilit, matematikë fizikë profilit, i kena përcjell, por kushtet janë shumë të vështira sepse shkollat kanë të mëdha shumë, numri i nxënësve ka ardhur, si në Artesa janë të lodhur apo ja shumë, si thuhesh në kuptimin e fjalës, sepse dikur kanë me një shkollë ka pas 200 nxënës, edhe 17 mësuesa, kurse sot shkolla ku në Mbruçe kam punu për 40 vite që po bëj aty, 33 vjetë që jam drejtuesi në atë zonë, kam pas 17 mësuesa dhe 210 nxënës. Sot gërshëtohet me një numër, relativisht 10 nxënës, si të shkolla jeme ku kam kanë me këtë Le të nxjerrin konkluzionin se si ka lëvizur. Mësues ke qenë? Mësuesave jam. Edhe je? Ku punon? Në Bardha. Në Bardha? Po. Bardha e shafër? Po, afër Nuk e është. pa, ku ke punu? Në të plan. Para sa kohësh në të plan? Para 7 vitesh. 7 vitesh. Tani ka fëmijë në të plan? Po, Ka. ka. Ka, Fëmijë kanë të plan? ka 10-15 fëmijë. 10-15 fëmijë. Po, 10-15. Po në Bardha i tashmë numri do t'i rritur i fëmijëve sepse kanë nga pjesa e edukimit. Po, arrit. Kanë ardhur nga zonat e edukazimit dhe janë stabilizuar në për zonat ndryshme për arsye ekonomike, për një jetë më të mirë. Po. Atëherë në të plan sa nxënës kishe gjithsej? 170.
170, kur kom qenë vetë mësues, para të vitet 85-90. Kanë qenë 180 fëmijë, kanë qenë 8 mësues edukatore. Në atë periudhë. Tani atje ka numri sa ka? Numri i fëmijëve ka radhen 15, punojnë të mësuesa. Pa. Sa vite qëndrove atje? 35. 35 atje? 35. Doje vetëri atje? Po, arsyet ndryshme. Po familjen ku e kishe kur i atje 35 vite? Bardha i. Një periudhë. Shkoj në punë ti apo nuk shkoj? Po, kom shku në punë, 12 vite kom shku në punë. Mas jem larguar me familje. Me familje jem larguar në 2005. Po, dhe ke lënë familje këto dhe ke vazhdu dhe 12 vite të tjera ke vazhdu dhe ke shkuar. Në punë. Ma ne jem liviz. Po mirë, familjen e lije këtu, fëmijët kush të rriti ty? Apo gruaja? Fëmija ishtin në shkollë. 2 vajzat i kishëm në punë, nërsa djalin e kishëm në klasën e 8, vajzën e kishëm në klasën e 5. Një vajzë klasë 2. Me unë të rosha të shkojnë në punë, të shërbej profesionit. A më të thuash gruas faleminderit, se ti pas ka rritë, se ti pas ke qenë Pa tjetër bashkëshorti do t'i, pa tjetër do t'i bëj. Të shikoj ajo. Faleminderit shumë, thuj. Pa tjetër. Dakor, ka ndryshuar arsimi sot? Ata fëmijë që ke në Bardha janë më të mirë se në Toplana, apo? Jalla sulçi. Ka marrë për masa të mira. Mira? Po, arsimi është në zhvillim. Edhe teknologjia ka një mod drejt zhvillimit të arsimit. Hera parë që gjua një opinion të mirë. Po, arsimi ka marrë. Pëlqen si është arsimi? Pa tjetër, se jam drejt pensionit. More, mos je drejtor që flet. Jo, një gjë. Emri mësues është një fjalë e madhe, është një fjalë e bukur, të punojsh mësues ka detyrime, është aq e bukur, aq e vështirë, po është edhe aq humane. Pra ne kemi teknologjinë sot, se kemi fëmijë gjithë me celular. Po në shkollë s'kemi kompjuteri. Absolutisht, po, ka. Ky është zhvillimi, ky është. Keni ju atë? Kena kompjuter, kena bibliotekën, kena kompjuterin, kena mësues shumë të mirë. Punojnë ata apo s'punojnë kompjuter? Ata punojnë mirë për sosin. Jo, punojnë shumë mirë. Internet keni? Po. Kena internet. Jo, më do vim Bardha, po do vish edhe do ta këshmuë. Po bravo. Edhe po të vish aty do të thuash ti sikur ke shkollë, është shumë e mirë. Dhe unë të përmend jetën si mësuese, si drejtues në Dukaqin. Çfarë shihet vjen më herë në mendje për shembull? Unë ta kujtoj atë gjë dhe ty çfarë shihet të vjen në mendje? Një ndër periudhat më të bukura të jetës të aktivitetit tim 60 vjeçar në fushën e arsimit është periudha e punës në zonën e Dukaqinit. E kam filluar me 63-shin, nxënës shkollët, dhe e kam marrë në 72-73-shin. Problemi është që zona e Dukaqinit thut, am kanë qu dhe për nga mi emni, se Muhamet Shala, me shku në Shala në Dukaqin. Fillimisht në Këtë kanë para ta. Ate kanë kaluar një periudhë sa të vështirë, aq edhe të bukur. Ka kanë pasur me numër të madh nxënësish, mësuesish, një trupa mësimore e shkollës Bregut Lumi për shembull, as gjimnazi i Shkodrës nuk e ka pas të tillë. Pse 7 fuqi mësimore të 7 në universitet, 7 nga Shkodra. Tani këta i kanë dëshkuar apo Jo. Ishte praktika punës atje me zhvillu zonën e Dukaqinit. Jo vetëm ne. Zona ka qenë zhvilluar, ka pasur bibliotekë. Edhe në 68-ën ne hapëm gjithë ato shkolla. Në çdo fshat gati hapën 12 shkolla të vjeçare. Në zonë, në Shalë, në Shosh dhe në Pult, shkolla të reja. Fillimisht me klasën e 5, 6-ën, 7-ën, 8-ën, derisa u plotsu korniza. Qa vinin fëmijët atëherë në shkollë, se jam shumë kurioztare. Si vinin fëmijët atëherë në shkollë? Një orë gjysh. Një orë gjysh. Fëmija 6 vjeç, i klasës parë. Me ardhën në shkollë aty. Jo. Fëmijët e fillorës i kishin në çdo fshat kishte shkollë fillore. Po ata që ishin në vjeçar ose e mesme apo shumë. Ardhën kam. Prej në Mavriqit ose prej Gjimesh marrën Breg Lumit. Hapi binte Bora? Binte Bora në kam. Fillimisht ka qenë shkolla verore, në 67-ën u kthyn dhe u bën shkolla dimnore. Dhe fut në sistemin e gjithë Republikës. Shkolla më fillon me një kohë. Atë në dimër se vinte nxënësi? Kam Gazdje Mleq. E kanë qujtë në Gazdje Mleq. Kam të ecë me tanë forcën. Por, periudhë shumë e bukur, periudhë e këndshme, krijohet e një shoqëni të jashtëzakonshme, një dashamirësi na dojshin,
na respektoshim, dhe dhe më në periudën duhet i falenderoj të gjithë. Pa mërësi se kam nejnë në shalë, po të gjithë zone më kanë dashtë dhe më kanë respektu si mamës shalë. Si është trajtu figura mësuesit atëherë nga banorët? Shumë dashtëm. Unë djetë se më faleminderit shumë për të gjithëve, na kanë trajtu, na kanë dashtë si fëmijët e tyre. Megjithatë, kështu është jeta. Vështirësitë kishte se takohet më ardh 4 muaj, 5 muaj në shkollë. Kështu që largësia, rrugë makinës kishte, kurse tash është kallaj, shkohet në thellën Breglumit për 2 saat. Me thanë të drejtën, të je quajt vetën si gjys dezertori që e kam lanë arsimin, edhe të i pas parasysh se këto kam mësuesat nderuar, ish profesorat mi, ndoshta e njeh veten parakoshëm këtë fjalë dhe emocionum. Megjithatë, të flasësh për arsimin është një nga temat më të rëndësishme sociale të çdo shoqërie. Mjeraj popull që nuk e vlerëson arsimin. Kemi kënd të mirë se për shumë vite, për shumë shekuj, na është mohuar e drejta e arsimit. Shkolla është e shajtë edhe keni një mision shumë të shtajtë e të rëndësishëm. Edhe unë vazhdimisht zemra më rraf të shkolla. Këto që thaç, i them jo me nxjerr shkollën, po se i kam vujt, edhe është mirë që ti luftojmë mos teshin. Po të kishte sindikatat fuqishme arsimi, meqenëse pagat sot për sot i keni më mirë se policia, që kam punu në 2 sektorë të di se sa në lodhë dhe nej, po të kishit sindikata më të fuqishme, edhe pagat do të kishin shumë më të mira. Por, ai si ka blet diplomën, mos prit se del kundër askujt me protestu. Gjithashtu, duhet pranojmë se edhe pjesë e mësuesve që punojnë në sistemin arsimor nuk e meritojnë atë pak që marrin sot, që janë pa aftë për çështje. Nuk është. Na kapim e dënojmë njerëz për i biciklet, për i viç, për i lop, ai shoh që blen diplomën, ai pedagogu atje, doktor, profesor, ban 2-3 vila, edhe e nderojmë gjithë. Një të punë kanë me pas pasoja shumë për të ardhmen. Vjen mirë që këtu jeni brez, gati brez jem ose pak më të me, ai brez është i papërsëritshëm dhe du të me lanë qemullin të ujë, me ngritë zanin e mësme najtë. Nëse mund të flasi për rolin që ka pasur arsimi në Dukaqin, po mënyrën se si është zhvilluar dhe për produktin që kanë nxjerrë, në përgjithësi për Shkodrën po dhe Shqipërinë. Në fakt Dukaqini është një ndër zonat shumë arsimdashëse që në fakt kanë kontribuar në arsimin shqiptar duke i dhënë mundësi mësuesve nga Shkodra që të vazhdojnë edhe të ushtrojnë profesionin e tyre të mësuesit në zonat e Dukaqinit, por njëkohësisht ka kontribuar fuqishëm edhe duke furnizuar në thonjza Shkodrën me mësues dhe me nxënës që në fakt i kanë dhënë shumë arsimit shqiptar. Nuk do ndalem në emra të përveçëm, por do doja të thoja që është një zonë që ka vlera dhe tradita dhe ka një trashëgimi shumë të pasur kulturore dhe të gjithë mësuesit që kanë shkëmbyer, po e them eksperiencën nga Shkodra në Dukaqin dhe nga Dukaqini në Shkodër, në fakt nuk kanë bërë gjë tjetër vetëm se kanë shkëmbyer traditat, vlerat, trashëgimin kulturore duke pasuruar qoftë zonën e Dukaqinit, por njëkohësisht kanë pasuruar edhe zonat e tjera mësuesit që kanë kontribuar në zonat e tjera të qytetit të Shkodrës. Paralelisht me këtë duke ofruar edhe dije që është misioni më i rëndësishëm që mësuesit kanë. Janë sfida sot që ka Dukaqini lidhur me arsimin? Në fakt, ajo që mund të themi është që lëvizja demografike të popullsisë dhe lëvizja e lirë e popullsisë tashmë ka ndikuar shumë që disa zona të kenë popullsime të përqendruar dhe disa të tjera të kenë më të reduktuar. Dhe një ndër sfidat në fakt që Dukaqini ka është që numri i popullsisë në ato zona ka lëvizur shumë. Por
Unë jam besim plot që me gjithë këtë vëmendje të shtuar që zona po merr, duke zhvilluar turizmin, duke i dhënë krah bizneseve që të zhvillojnë zonën, të ushtrojnë aktivitetet e tyre në zonë, mund të zhvillojë edhe të rikthej edhe një herë zonën ashtu siç ka qenë. Kthej banorët e Dugaxhinit në Dugaxhin. Ka një dritë jeshile nga Bashkia e Shkodër që ka zgjuar shpresën e bërjes së rrugës. A do ketë dritë jeshile të investimit e godinat, sepse godinat janë e shkollave, kam fjalë. Rruga është thelbësore për krijimin e aksesit, pra për të lejuar banorët që të shkojnë në ato zona, qofshin këto të Shkodrës, qofshin të Shqipërisë apo edhe të huaj. Një ndër problemet kryesore që zona ka pas ka qenë pikërisht infrastruktura rrugore dhe që ka qenë pengesë shumë e madhe për zhvillimin e zonës. Paralelisht me këto, unë mund të them që duke investuar në infrastrukturën rrugore, sigurisht pastaj do kemi edhe domosdoshmëri për të investuar në infrastrukturën shkollore të zonave. Në ato zona ne kemi nxënës që frekuentojnë shkollën dhe duke i krijuar akses me rrugë, duke i lehtësuar kalimin nga një zonë në tjetrën në Dugaxhin, sigurisht do të hap edhe dritën jeshile për ndërtimet dhe ndërhyrjen në infrastrukturën shkollore. Dhe pas këtij grupimi intervistash që besoj kanë sjellë një realitet disi të hidhur, pasi mjaft zona apo fshatra, jo vetëm në zonën e Dugaxhinit, por kudo në Shqipëri kanë një braktisje nga banorët për shkak të lëvizjes së tyre për një jetë më të mirë. Shprehim keqardhjen tonë për mjaft arsimtar që japin mësim në kushte të e vështira dhe njëherësht ata të pak të fëmijë që kanë mbetur në këto zona duke sjell probleme më pas edhe me socializimin e tyre. Materiali i dytë është një reportazh që sjell një shembull mjaft të mirë se si mund të bashkëpunojnë nxënësit e Bashkisë Malësie Madhe me nxënësit në Dibër. Rinia, forca që sjell ndryshim. Nuk e di nëse jeni dakord me këtë, por ky është titulli i projektit i cili u finalizua me realizimin e një sër projektesh mbështetur nga shoqata Shpresa për të Ardhmen. Le të ndiqim reportazhin. Rinia, forca që sjell ndryshimin është projekti që po zbatohet nga shoqata Shpresa për të Ardhmen, i cili mbështetet nga programi Rrugët Alternative të Këshillit Britanik dhe financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. I krijon një mundësi socializimit dhe shkëmbimit me njëri tjetrin, qoftë kulturave, qoftë të mënyrës se si janë të organizuar ambientet, komunitetet e tyre, shkollat e tyre. Ky projekt ka mbledhur bashkë të rinjt nga bashkitë Dibër dhe Malësie Madhe në një kamping veror fillimisht në muajin gusht, me qëllim trajnimin e të rinjve 13 deri 18 vjeçar për të qenë qytetar aktiv në komunitetet e tyre. Kemë iniciativë shumë të mirë për të parë. Janë gjëra që duhet t'i kesh çdo fëmijë. Projekti që vazhdon jashtëzakonisht shumë të natë, experientë që ja vlen edhe projektet për të ardhmen. Ishin të vlefshme se ishin bërë me komunitetin dhe me çfarë shërbimesh ka komuniteti jonë dhe shkolla, çfarë shërbimesh ka kushtet e shkollës, pikët e dobta dhe pikët e mëdha. Një sër trajnimesh të vlefshme zgjoi së tepërmi interesin e tyre, duke mësuar rrugët se si duhet të kontribojnë në jetën e një qyteti, se si duhet të jenë të informuar vetë të rinjt mbi rrugët që duhet të zgjedhin. Çdo gjë është për nxënien e fëmijëve. Të sa më shumë dije, të mësoj sa më shumë gjëra, të jetë një qytetar i mirë fillt, i edukuar, i arsimuar çdo gjë. Qëllimi është që ne të ndërgjegjësohemi dhe të ngrim zërin për nevojat, pra mos jemi qytetar pasiv, por të ngrim zërin sa të kemi mundësi me forcën dhe moshën që kemi për plotësimin e nevojave që ka, qoftë shkolla, komuniteti etj. Përveç kësaj, ata mësuan të punojnë në grup, të japin ide të reja dhe t'i kthejnë ato në projekte të cilat mund të realizohen në të ardhmen. Më pas të rinjt, kryesisht e zonave rurale, nga 2 bashkit, Dibër dhe Malësie Madhe, kanë punuar në bazë shkolle apo grupimeve komunitare në gjetjen e zgjidhjeve kreative që ndikojnë në zhvillimin dhe ndryshimin në komunitet.
qasja e shoqatës Shpresa për të ardhmen në shkollat e përfshira ka qenë mjaft e mirë, duke bërë sqarimet e duhura mbi qëllimin e projektit dhe me kryesorja duke nxitur nxënësit që të përfshihen. Ka qenë pikërisht kjo shoqatë që zëri tek ta aftësitë krijuese dhe nxitjen e ideve të reja. Në data 6 dhe 8 nëntor 2024, u zhvillua panajiri ideve ku morën pjesë të rinj nga 5 shkolla të mesme dhe 4 shkolla nëntëvjeçare. Shoqata Shpresa për të ardhmen po zbaton një projekt Rinia Forca që sjell ndryshimin. Është një projekt që zbatohet në bashkinë Malësi e Madhe dhe në bashkinë Dibër. Projekti financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar përmes programit Rrugët Alternative të British Council. Falenderojmë donatorin që bëni të mundur zbatimin e projektit ton dhe të iniciativave të vetjutrive në këtë zonë. Paraqitja të rinjve, por dhe fëmijëve në këtë konkurim dëshmojnë një angazhim serioz të tyre, por dhe vlen për t'u vlerësuar idetë e sjella. Ky projekt ka si qëllim të lehtësojmë kryesisht të rinj në ofrimin e shërbimeve kancelarike. Projekti që unë do të prezantoj është një film reportazh. Qëllimi i këtij projekti është sensibilizimi i komunitetit, sidomos të rinjve të cilët po e praktisin vendin tonë. Qëllimi i kësaj ideje është pasurimi i bibliotekës së shkollës me libra artistik si mbështetje në kryerjen e procesit mësimor dhe largimin nga interneti të nxënësve dhe të rinjve në komunitetin tonë. Projektet e tyre u paraqitën të detajuara mbi idetë, etapat dhe mundësitë e realizimit të tyre. Ajo që ra në sy ishte dëshira që në këto projekte të kontribuohej jo vetëm për institucionin, shkollën ku ata janë nxënës, por edhe në dobi të komunitetit. Në shkollën tonë ne kemi filluar një muze me materiale tradicionale dhe kemi shumë dëshirë që ta pasurojmë edhe më tepër duke shtuar edhe veshjet popullore. Qëllimi i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes ekologjike, ambienteve jashtë dhe brenda shkollës, të promojë kulturën ekologjike të nxënësve në bazë të punës, zhvillimin shpirtëror dhe moral të individit, në bashkësinë e projekteve të stafit mësimdhënës në përmirësimin e vendit të shkollës dhe territorëve të afërta. Shumë të rinj sot, siç e tha, nuk e kanë një ide më të qartë çfarë të bëjnë me jetën e tyre, ndaj kjo klasë do të vinte si mbi për të rinj për të kushtetuar domethënë dhe për të marrë një drejtim për jetën e tyre. Fituam një eksperiencë dhe mësuam diçka të re. Tani ndihem më sigurt në vetë, jam e lirë të shpjegoj mendimet e mia kudo dhe shpresoj shumë që të marr në përgjigje nga donatorët që falenderoj shumë që na dha këtë mundësi. Jam shumë e kënaqur sepse ishte era e parë që unë merrja pjesë duke prezantuar një ide kaq të bukur. Në shkollën tonë është hera e parë që vjen donator për të shpenzuar për mirë për komunitetin dhe për shkollën tonë. Unë falenderoj shoqatën, falenderoj edhe donatorin. Ishte hera e parë që marr pjesë në një konkurs projektesh, por ishte një eksperiencë shumë e bukur, më pëlqyen gjitha projektet dhe të gjithë nxënësit ishin të mirë në projektet e tyre. Sot fitova një eksperiencë shumë bukur. Gjitha projektet e gjithë zonëve ishin shumë bukur. Gjithë nxënësit që ishin këtu kanë fituar një eksperiencë shumë bukur. Në këtë konkurim u shpallën fituesi 6 ide nga Bashkia Malësi e Madhe dhe 4 ide nga Bashkia Dibër. Menjëherë grupet e të rinjve nisën punën për konkretizimin e projekteve të tyre. Tashma ata i kishin të qarta hapa që do të hidheshin dhe serioziteti nuk ju mungonte. Unë jam Eduarte dhe jam nga Gjimnazi i Grumirs. U gëzuam që fituam projektet, kemi shëtitur shumë fshatra dhe kemi mësuar shumë histori rreth tyre. Jemi shumë të kënaqur dhe unë mësova se si të përdor kamerën dhe kam filmuar disa pjesë të filmit. Më pëlqen shumë kameramani dhe mendoj ta vazhdoj kështu. Falenderojmë shumë donatorin dhe mendojmë të kemi shumë projekte të tjera kështu. Për fat të mirë, ata nisën të shihnin konkretizimin e punës së tyre, një mësim i mirë ky që do t'ju vlente dhe nesër në jetë. Me pëlqen ky lloj sensibiliteti në opinion, por ajo që më pëlqen është dalja në natyrë. Thyrja e asaj botës mbyllur të kompjuterit ose të Facebookut,
Kjo ka shumë rëndësi sepse janë zona që po lihen janë anë, janë zona me interes turistik. Është nxitje edhe për ne, po mendoj edhe për komunitetin e Malësisë Madhe. Unë e vlerësoj, i respektoj edhe i nxis që të vazhdojnë akoma më shumë. Unë e vlerësoj shumë angazhimin e nxënësve të shkollës së Gruamierës për të kontribuar në promovimin e zonës së Gruamierës pikërisht me fotot dhe me pikturat të cilat i kanë bë në mënyrë më të mirë të mundshme. Vërtetësinë historike duke filluar nga djepi, nga xhubleta, nga disa ornamentet të etnokulturës tonë, siç janë pinët edhe ashtu, është një vlerë e madhe edhe unë ju falenderoj. Unë jam Majlinda Dakaj, shkon e për tek gjimnazi Gruamier. Kur fituam projektet jemi gëzuar shumë. Konkurenca aty duket shumë mirë. Ne kemi vizituar shumë vende, fal këtyre projekteve kemi mësuar shumë gjëra të reja. Kemi marrë shumë intervista, edhe njerëzit kanë qenë shumë mikpritës gjithmonë ku kemi shkuar. Çdo gjë perfekte. Familja ime na dha kontribut duke gjetur materialet e vjetra të cilat neve na duheshin për projektet. Kemi marrë një uri si me kamerën, aparatin. Ishte hera parë që punuam në grup gjithë bashkë dhe u argëtuam shumë, kemi mësuar shumë gjëra të reja. Dua të falenderoj shumë për projektet që kemi bërë, edhe veçanërisht falenderoj donatorët që na kanë mundsuar këtë mundësi. Shumë faleminderit. Kemi shiruar shumë. Do doja shumë dhe projekte të tjera mas këtij. Për nxënësit tanë sot, nuk është e rëndësishme vetëm të mësojnë njohuritë e reja teorike në shkollë, por të ndërtojnë dhe zbatojnë projekte të cilat fitojnë vlerë të shumëfisht kur janë dhe në dobi të komunitetit ku ata jetojnë. Të rinj që janë angazhuar në këtë projekt janë aftësuar si të konceptojnë një ide dhe si të zbatojnë atë. Faleminderit donatori, faleminderit Shpresa për të art, për këtë pauzë që na keni sjellë ne në shkollën tonë. Idetë fituese në konkursin e zhvilluar janë mbështetur me financim nga projekti dhe po zbatohen nga vetë rinjt duke bashkëpunuar me institucionet e pushtetit vendor, me artizan, me artist apo me bizneset lokale. Fal Fondacionit Shpresa për të ardhmen, ne fituam projektin tonë për instrumentet muzikore për Darën dhe Çiçelin. Fal komunitetit tonë, çdo ditë po mësojmë se si ne të dimë të duajmë me këto instrumente muzikore. Faleminderit donatorit. Faleminderit Shpresa për të ardhmen. Nxënësit janë tepër të motivuar dhe po punojnë me shumë përkushtim në zbatimin e ideve të financuara nga ky projekt. Nuk e fshehin as kërshërin se si do t'jetë rezultati final i tyre dhe po ashtu edhe i bashkëmoshatarëve. Një lloj konkurrence e këndshme kjo, që i vendos ata përpara përgjegjshmërisë për punë të realizuara bukur dhe me cilësi. Të rinjt janë mirënjohës donatorit për këtë mundësi që po u jepet për t'u angazhuar me qëllim sjelljen e ndryshimeve në komunitetet e tyre. Rinia, forca që sjell ndryshim. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur, e kemi nisur fillimisht në nderim të datës 7 mars, që është dita e mësuesit, me një grup intervistash që kanë evidentuar sakrificat e mjaft arsimtarëve ndër dekada në zonën e Dukagjinit, për të vijuar më pas me një shembull shpresdhënës, optimist të një bashkëpunimi të shkëlqyer midis nxënësve të Bashkisë së Malësisë Madhe dhe të Diprës. Unë ju falenderoj për vëmendjen që treguat në këtë transmetim. Vazhdojmë të mbetemi të hapur në këto bashkëpunime që ne kemi me teleshikuesit, të cilët janë kryesorë që na sinjalizojnë për evente të ndryshme apo personazhe mjaft simpatik që vlen të sillen në ekranin e të një channel. Bile po zbuloj një surprizë të këndshme për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Në emisionin e radhës ne do të kemi dilindjet e një plejade që janë pak të mëdhenj në moshë, por është bukur kur ata që janë më të rinj kujdesen për brezin e tretë
dhe ju festojnë ditëlindjet. Në çfarë mënyre duhet festuar ditëlindja për shembull një nëne 80 vjeçare, e cila vazhdon të mbetet e re edhe në pamjen e saj, në energjinë e saj? Le ta zbulojmë këtë histori të premten e ardhshme në ekranin e TV1 Channel. Natën e mirë.